A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe çuditë se njëherë. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me dersin Shifa i Sherif. Ky kitab është shumë i bekuar xhamat, apo? Dhe flitet për sjelljet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë është të marrim terbije nga këto derse e ne t'i ngjojmë mirë këto derse, tamam? Këto derse prekin shumë larg xhamat. Neve ndoshta në teto këto se diktojmë, ama shumë larg prek kanë këto derse. Tamam? Tash duhet kemi pak kujdes në seriozitet, tamam? Telefonat do kemi kujdes, dëvonumet do kemi kujdes, ta hapim derën, ta mbyllim derën, do kemi kujdes, tamam? Se këtu dikush vonë nga ky ders, që të bëhet diçka, a neve tash merrem me kështu muhabet e fëmish, apo? Atëherë hupet e në vullneti, apo? Hupet vullneti. Se njeri bën çmos, unë rrinë shpinë teme, si ma mirë, kalon muhabeti jem aty. Në të jtun dhe në qajtore, muhabeti jot nuk kalon. E pse kalon muhabeti jem be xhamat? Pse i mbaj që këto derse, o xhamat, që këto derse? Për qatë duhet pak, hatër Allah nëse kemi, t'ja vlerësojmë njerit punën që e banë. Tamam? Që të kemi disponim, e të kemi vullnet t'i mbajmë derset mirë. Se cilën herë kur përsëriten nga bimet e njëta, vejnë sigurun e kote flasë, e ne mendojmë herën qetër ata mbajbe dersin, traj me gjallin tem t'luj, mamajrë. Me shoshnin tem dal në kafe, mamajrë, se sa t'i përsërisim nga bimet e njëta, se cilën herë. Këtë va thom këshu për izatë Allah, tamam? Nëse dë prekemi për këtë, o problem. Atër të preket edhe aj qetri që them kamata është haram, aj qetri që s'fali namaz, kur thom se s'falish namaz e najtë preket. Duhet njere për gjithmon, tërbijen e mezlisit të mbajmë, që të kese bereqet. Nëse nuk dhe mbajmë, këtë që i lezojmë fjallet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fillojmë me dersin tash. Tema është lidhje me shefkatin, rahmetin dhe rafetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam ndaj gjithë krijesave. Një nga një tash Kadi Jadit nas sqaroi këto fjalë. E para ishte shefkat. Neve i përmendim këto fjalë apo. Shefkat. Ma shumë shefqet e përmendim tamam. Shefkat. Shefkat çka do të thotë? Do të thotë frikë që buron nga dashuria e madhe. Këtë si mund të kuptojmë? Hoxha e donë xhamatin, e ne mban frikën se helbet mo devijoj. Baba e mban gajlen e gjallit, aman mos gaboje. Shif, nga frika dhe dashnia e madhe që e ka, mbillet kjo ndjenjë. Kësa i thunë shefkat, të më butësi, dhemshuri, dhemset. E dyta, rafet. Rafet do të thotë mëshirë, mirë po pak më e naltë. Pak më naltë sa jo mëshira e rëndomt. Rafet, e në këtë, rafet, refet, i themi neve. Këto emnat janë tonat, o xhamat. Këto emnat janë tonat. Tamam. Dhe treta, wër rahme, rahmet, e në këtë e përmendim. Rahmeti Allah të qofë mbi ju. Mëshirë. Këto treja tash i ka pejgamberi alayhi salatu wassalam një xhemil khalqi për të gjitha krijesat. Këtu krijes mund të përdorim edhe në atë kuptimin para disa derseve që kaloj. Se njeriu është krijesa më e ndershme e në më e dallueshme mesin e krijesave tjera, atëherë mund të themi se për gjithë njerëzit që e ka pas. Mirë po ne e dim se pejgamberi islam ndaj gjallësave, ndaj krijesave tjera ka pas rahmet, rafet e në shefkat. Atëherë mund të dia t'japim, e ne për kafshët ka qenë rahmet, e ne për ixhinet ka qenë rahmet, për me laqet po se po, për bimët, për jeshilleket, për këtë sendet. Si thot Allahu Teala, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alayhi ma anittum, ati vend diçka shumë e madhe, ma çdo sen që anittum, juve ju mundon, juve ju lodh. Tamam? Tash pejgamberi alayhi salatu wassalam jetoj. Në vaktin e tij ishin sahabët. Çka do që i prekte, ato ndonjë gajle, ndonjë stres,
Pejgamberit a.s. I ka diçka shumë e madhe. Tash e kuptoj shumë më mirë xhamat. Kur bëhesh prind ose kur bëhesh hoxh, po mund të edhe me u bë një biznismen shumë i madh, kur ta kanë shon veta i natin, tren diksha, s'lan rahat jetojsh. Tash e kuptosh më mirë. Pejgamberi a.s. Ndoshta e kanë gje veten thojza thon fajtor, pse e kanë vrarë një sahabi. Ndoshta e kanë ndaj veten ashtu. Pika e di shoqë, tash unë e ndjej veten ashtu. Vrej njeri me një mezhlis atje, ta i rresh me besimin. E tash e sulmon se e ka shok besimin. Besimi nuk o kriminal, as nuk jom diler, as nuk jom kamatash, nuk kam ba as një krim, elhamdulillah. E tash ai të ngacmon ty ta prish disponimin se rish me mua. Unë s'kom bë një faj, ama dush e ngjejshat. Ha, be tash feren ki gjinafi me mu, e zuni halshte. E në dhem kjo. Pejgamberi a.s. shumë ma tepër e ka pas këtë. Tash e kuptoj shumë ma mirë. Ama ne ta shofim, adi i bëjmë balë këtyne. Apo te i treti person dhe thom, unë e lash hoxha lajkin, dhe rejnë shpejqat e i cavlët e moj di edukoj, helbet maksimum që këtu fmit, dhe i këndojmë kuran, e në se kitë hoxha larët qërë, njën 80 vjetë që ashtë automit. Më duket a që jemi të shku gjema. Se më duket nuk e kuptojmë që ka jemi të bo. Nuk o veç nivelin tonë. Nivelet shumë matë nalta nuk kuptohet gjio të bo. Ta në botën gjio të ndodhë. Pse Palestina unë këtë gjendje? Pse në Myanmar, ku e di, gjio në ato Turkat atje, Kërgëzistan, gjio në ato pjesët qera, në Keshmir, si i thujnë, Kashgir, si i thujnë aty në Turqve atje. Ujgurët, pse ato maltretohen? Pse në Bosnë ndodhi ajo, pse në Kosovë ndodhi kjo qetra? O të ndodhi diçka shumë e madhe, pa neve, dynja lajki nga kam bytë o gjemat. E në tash, e ndaj vetëm fajtor se ky ka hytë ashtë në stres, shkaku se sot ka marrë pjesë këtu. Unë e di dhe shumica ndoshta e më qef një pi prindve tuj se mirë një pjesë këtu. Përveç disave që vinë me prindër, e kanë kuptu fen islam. A i qetrin në Amerikë gjunafi do të marrë pjesë, nuk o këtu, se ku qep Allahu Teala hidajetin interesant. Ama e ndajsh atë sekret, e ndajsh, e një ditë dëpqasish më duket. Ama që, ngushlomi me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj ne këtu tonit nëse s'ja kuptojmë vlerën njëni qetrit, nëse hala dë e ngacmojmë njëni qetrin, nëse hala dë i folim mas shpine njëni qetrit, apo tu e ditë se kjo i pengon, unë dë vazhdoj, për i natë, nauk, ama ashtu dhe vazhdoj unë këtë stilin tem, nuk bën ashtu. Duhet kitë bashkë një ere, ta mbajmë një vi, që të hecë ki kervan. Vetura, ka nevoj për motor, ka nevoj për volan, ka nevoj për gum, bile për polosovin pas ka nevoj, për një shtraft vogël ka nevoj të hecë ajo. Po kitë bojmë jama në të rrugë të hymë, nuk mund të i shtrafit hecë drejtimin e kundërt, nuk shkon raba. Ma pa bojmë provokime në fen, në vendin tonë. Hajde si dhe ndalish ma pa? Se në ndalish, pse? Nuk ja ditëm vlerën, e në Allahu Teala ma pa ta merë këtë. Ta she kuptoj shumë ma mirë, ja Rasulullah, shka ka hek? E din se, ky ishte nga familja ma e pasur e Mekes, vetë se u bo musliman, u prish me nënën e vetë, u prish me babin e vetë, nënë e vetë e msheli me një podrum dhe e mori me pare një zezak, ta refe ditë e natë, pse u bo musliman, kur i ka nërë të të laj me pejgamberit a.s. Kush e di sa e ka hangër vitin? Ako une ha vitin, kur gjos në ka ndodhë hala? Kur gjos në ka ndodhë? Thom une, i 50 person thosë se hoxo shkak jot unë e kom problem me babën tem, unë dhe thom, hiq mu, moraj me mu. A unë e di edhe këtë? E di këtë. Gjithë e bëhet hali nuk e di që. Zorë qenë ka ta rrujsh sunnetin e pejgamberit a.s. me nive ku dominojnë munafikët, me nive ku dominoj kanë qafirët, me nive ku dominoj kanë ligavecët, shumë zotë qenë ka me rrujsh sunnetin e pejgamberit. E si bishë në sy kështu, tank, e për bela unë e gjajti 1,90 dimetra që të i pari, pin hanë bimë sy, sën hikish, e në tash më vend gjynat shkujnë një kafe të apaj, ose një qorë të apaj me dhe një tafërm, se dja hanë ma pa shpajt një tip se rejsh më atë. Gjikon bë une, e kom fol atë që a fol këtu 500 vjetë. Tash ka nisë më diskutojt ajo që a fol këtu 500 vjetë, ajo haka jo. Ne bëjmë TikTok a statusa WhatsApp. Ku dhe shkojë kjo, po nuk e di. Jo më pak i mbushët gjemat, do njerë tjeme në une pak i mbushët, apo.
që pejgamberit i ka diçka shumë e rëndë, ajo që ju ka munduar juve, e sahabët i ka mundu, sot edhe këto gjëra neve që na mundojnë, pejgamberit i shkojnë në varr, hala vazhdon të na mbaj gajlen pin varrneve. Bil mu'minine, vetëm pe besimtarët ai pejgamber është rauf, shumë i butë, çat rafet, mëshirë e mëtejshme, hala skajshmërisht i mëshirshëm. Rahim, çashtu i mëshirshëm. Të dijat e kanë kuptimin e përafër. Atër për këtu marim ne venimsim, vetëm me besimtarët. Ai harfi xheri kur bën takadum, kur del para, kuptimi bëhet hasër, ngushtohet kuptimi. Vetëm me besimtarët ka qenë i butë dhe i mëshirshëm. Ja kanë mbajt gajlen atyne. Atër edhe neve. Muslimani kemi këto xhamatlit tonit. Muslimani kemi këto që vënë teravia falin 75 safe xhamat, jashtë Ramazanit 7 safe nuk bëhemi. Muslimani janë, xhamatlit tonë janë ato. Gjallit e zestem, gjallit e zestant. Kushriri jem, kushriri jot. Duhet vambajmë gajlen këtyne ama. Që të bëhet hali. Tu e mbajt gajlen e qerve, harujsh veten ma. Wa ma arselnake illa rahmeten lil alamin, thot Allahu Teala në Kur'an. Wa ma arselnake, ty nuk të kemi dërguar si asgjë tjetër, illa rahmeten lil alamin, vetëm e vetëm si mëshirë për gjitha botën e njerëzve, i gjineve, botën e bimve, shtazve, e kështu me radhë. Ta dim këtë xhamat. Hatri pejgamberit alayhis salatu wassalam, Allahu Teala e krijoi këtë gjithësi, këtë ekzistencë. Ai mos ishte kur gjë nuk do krijonte Allahu Teala. Në ilmin e tij të pafillimshëm se e ka ditë që do vijë një njeri si Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hir të atij e krijoi këtë këto. Për hir të atij kur thom jo për shkak, për hir, shkak sebeb se e ka kriju këtë dinjat, nas provojë neve. A dhe fitojmë xhennetin apo jo? A dhe ndjekim këtë pejgamber apo jo? Kështu u fol feja islame 500 vjet këtu xhamat. Duhet me pat shumë kujdes. Disa dietar kanë thënë kështu, nga dhuntit që Allahu Teala ja ka fal këtij pejgamberit të dashur është që s'ja ka fal asnjë pejgamberi tjetër, dy nga emrat e tij ka përmend edhe për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Çka që e than parës, bil mu'minina raufun rahim. Rauf, Esmail Husnan me lexu, Rauf, Rahim është Allahu Teala. Ama aty e lexojmë me lamu tarif me el, tamam. Parashtrohet pyetja hoxha mund t'ja ve emrin djalit Rahim. Rahim mund t'ja vendosh. Rahim s'në ja vendosh. Që mos sot edhe këto emra u zhdukën, tamam. U zhdukën këto emra. Fillon të vendojmë emra italianësh edhe grekësh. Gjajti mo edhe emra sërbësh. Ama ta dim kët. Rahim mundet. Rahim nuk mundet, sa i eli simbolizon një kuptim më specifik vetëm për Allahun Teala xhelle xhelalu. Që Allahu Teala thot, unë jam Rauf, unë jam Rahim. Këto dy emra ja kam lënë edhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ama nëse e vëreni nuk ka lamu tarif, nuk ka el, tamam. Tregon Ibn Shihabi se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka marrë pjesë në një luftë, do me thënë luftën e Hunenit, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në atë luftë Safwan ibn Umeyjes, që ende nuk ishte musliman, i dha 100 minan na'mi, thumme 100. Ky hadith ka kalu. Njeri i dha 100 dele, mapa edhe njeri i dha 100 dele, mapa edhe njëherë i dha 100 dele. Kujt? Safwan ibn Umeyjes. Tash ta mbaj mend këtë emër. Safwan ibn Umeyjes jep nga plaçkat e luftës, nga ganimetet e luftës, njëherë 100 herë dele, mapa prap 100, mapa prap 100. Këto janë shumë të mëdha xhamat. E tash tregon ai Ibn Shihabi. Thot, Said ibn Musayyibi më ka treguar mua se Safwani çka ka thënë. Mirë, po për këtë Said ibn Musayyibin duhet ndalemi, ka qenë një nga tabinët e mëdhej. Medinasit e kanë lexu Musayyib, ndërsa banorët e Irakit thënë duhet mirë me i lexu emrat e njerëzve. Thot Said ibn Musayyibi, 50 vjet me abdesin e atësis e kam falë namazin e sabahut. Për këtu mos e krasojmë me vetet tona që do njerë ndodhën 4 para imsakut e falim yatsin, e në me qatë abdes, sabahin. Nuk ka ndodhë kështu. A i në gjami e ka falë yatsin, ndoshta imam ka dalë, nëse jo xhamat lin safin e parë, dhe të regoj e tash, ma pa derin sabah, ose e ka rujt abdesin, ose menjer e ka prish dhe menjer ka marrë abdes të ri,
dhe ka lezu qitape, ka studiu për fe, deri namazin e sabaut, ama nuk një mësak në momentin e parë, kur falet me xhamat në xhami. Thot 50 vite në xhami, së nja kom pa as kujt qafën. Çka kuptojmë pikë kësaj? Valla unë kur e lexova herën e parë, së ne kuptova. Kur e pash komentin, mu shkojnë dërmet thash nuk i kanë ngrejt shikimet, a din posh ka shiku, jo. Në saft pari kom falë 50 vjet namazet. Thënë qafën e as kujtësën e pash. 50 vjet në saft parë namaz, o xhamat. Neve, o njerëzit në hapin safin, si kur s'kemi nevojve, subhanallah, gjithë bëhet hali. Për viti e kom, kaçak, qilet atë një vend, i thëmë këti, të imbushe. Se unë e kom garantun, thojza gjennetin, pa të imbushe. Farimani kemi ne këshu, o xhamat. E di ktheja në fund vitit në duket me këtë nervoz, të prejshim kita më. Allah i në rujtë, se di. Kur ngarkohesh ka njeri, ma pa edhe vitin e vete mirë ka mënaj, interesant kjo. Mirë bëhet kjo, dhurate Allah të shu, edhin stres pi aty, stres pi këtu, bushu, gjilpana këta në fund të qëllesh vitin pasqirin, dhe pa të s'kane për kurni. Njësë së më vam shelish gjohet, apo, së në arritëm vam shelim gjohet në askujt. Edhe së ndo arrim, edhe nuk duhet arrim. Sot e kësaj dite pejgamberit a.s. që ka një këthujnë qafirët. Pi me martesën e Hazreti Aishe se kështu me rast. Ama, dhe durojmë, terbije dhe kalzojmë inshallah. Edhe thot 50 vjet nuk ka ik tekbiri fillestar me imami. Sa ka marrë i tekbir, Allahu Ekber, edhe une. Kjo të regon se sa i përpik ka qenë në namaz. 50 vjet pun më të rëndësishme ka qenë namazi për mu. Dhe shkojnë xhami disa minuta më para, dhe e pres, Allahu Ekber. Neve ana hik, reqatin e 4 mbrim sa herbe. Ma pa ngatrojnë si ta fali, sa u desh në grejem. Inshallah i dim ato xhema. Unë kam shpresa e në mendoj shumë pozitiv për juve, se gjem hoxhallarësh, njerëz të mezhliseve, barem këto të i dimani. Kur gjo nuk do fitojmë nëse e dim se pejgamberi ka qenë shumë i mëshirshëm, nëse nuk e dish kur mbrajsh vonë namaz, si duhet ngrehesh. Atër bëjmë si pleqë tonë, në dënjeri hapi këto me pleqët e afërm që i kam. A e di ishte i si duhet? No, po unë e di, gjidish, e di se duhet vesh ma herët, apo, për ato. Normalisht, e pensioner, edhe nuk preta i rend dë kundi. I ka sos këtë punët, zakonisht të njerës që në pension fillojnë namaz, në rini nuk i kanë mësu këto, e ne e dinë se gjys ore, hajdi, para namazit, do shifni njerës, gjys ore para namazit, aty. Thomë, mashallah, çfarë muslimani, gjys ore para namazit. Kur e shoj, kam atash. Do me thënë, në vaktin e Said ibn Musaibit, evlijat kanë ditë saft par, sot, jo rasish u qelë kjo muhabet. Në xhami, në saft par, kam atash. Qashtu? Kanë dalë tash në penzion, s'kajnë gjitë, bëjnë vajnë, ata i bëjnë muhabet në xhami. Atër sa të hikish ty në muhabeteve, rej. Ama, jo të t'hike reqati, ne që aty e teprujmë, ne këtu së ne mbajmë këtë. Që të bëhet hali, bëjnë i dëni duat qëtësona, se dhja dalim qështë i dersit sonte. Dhe ja kanë gjitë lagapin Said ibn Musaibit, pëllumbi i xhamis. Pëllumbi i xhamis. Gjithë ditë e kanë panë xhami aty. Aty falë synetin, këtu falë fatin, këtu lezo qitap, këtu lezo kuran, aty mbaj ders. Plumb, si plumb ka hes në për xhami. Allah ja rabi na bashko me këto uleman në gjennet. E në na bëj inspirim neve. Ditë e natë në xhami dëri. A kina qëtër punë me xhamat. Hajde, ku ishim para dersi? A ishte një vend i khejrit? Përveç nëse ke qenë në shpinë tënde me gruan apo me nanën me fëmijët. A ka gënë në një vend i khejrit? Nauk, muzik ka pat aty, televizi ka lëshu aty. Ose futbol, ose film, ose a gjuzlejk. Hekni be. Njere për gjithmonë duhet t'i lam kitë. Duhet t'i lam kitë. Feja qenë ka shumë ma serioze se ne që mendoj kemi. Turkët thujnë, su ujur, dyshman ujmas. Ujti pushon, dyshmani nuk pushon. Taj do njerë e lishosh në lerë, ave se s'kali, që shau dhe të shumë, në, dyshmani del para, dëng këta palon. E në, e shojsh se e ke lanë rabën në lerë, hajde me njerë parën ditën kujtiq. Elhamdulillah, shif, ti hapën sytë, duhet me pas shumë kujdes. Nëse këti kanë thamë plumbi xhamis, këtyne në xhamia tona, në gjithu vem, dëni, a keni dëni lagapa, no? Dersi është se duhet jemi të mëshirshëm dhe mos i ofendim njerëzit. Ja çfarë teme na qelloi bash sot supan. A sot kish qellu
si ka qenë nervoz dë njerë pejgamberi a.s. Dhe thot tash Safuani, thënë, ndroj zinxhiri, apo, Ibn Shihabi të regoj nga një qetër, po vetë të regoj një rast, ma pa thot se Said ibn Musaibi, mas që këti gjestit pejgamberit a.s. Tha, vallahi, lekat atani ma atani, më dha pa mas. 100 herën tjetër. Dhe kur mi jip të ato, ve innehu lebgadu l'khalqi i leje, ishte njeriu më i urryer, qenja më e urryer, për mua ishte ai. Do me thënë, dyshmanit ja ka falë ato pasuri. Çka kuptojmë për kësaj? Unë e dini çka kuptoj xhamat. Kuptoj se shokët, sahabët i pas ka halis burra. Do kush i ka konë zort për buk. Unë e kom luftu të fitoje pejgamberi a.s. Ai 100 dele ja jep dyshmanit mu mi dhanja di copa hurman, di buk. Hajde shte. Si t'ja bëjmë? A ka kështu burrash sot? Di besoje qashtu hoxhës vet, ki din që i bon, hajde, dhe e durojone. Dhe të dhull huve i stira para do derseve. Kështu si e ndajsh të i pasurin, nuk o pasuri, nuk o ndarje e vërtet. Bësh pa drejtësi, tha, kujt? Pejgamberit a.s. Dhe u bot qeni xhenemit. Neve duhet marim shumë mësim për këtu. A jemi ne të gatshëm të kishim jetu në atë vakët, tu prejt strujat paguet, tu prejt ndoshta qumësht fëmija në shtëpi, te ke luftu, e fitojsh luftën dhe ati e ep 100 dele. Hajde tash. A e kemi ne atë iman të i besojmë enda ati pejgamberi a.s. Prandaj, njëni prej sahabive, një fëmijë kur i ka thonë që se ka mbri pejgamberin a.s. I ka thonë, au sa mirë ju e keni mbri pejgamberin, ku t'ishim edhe ne në atë që fat lumë se juve. A i thot, haj riq aty ma mirë, Allahi e ka dit ju deri ku e keni nivelin e imanit, nuk ka qenë shumë kollaj tjerë sahabi pejgamberit. Prandaj neve 1450 vjetë, 70 vjetë, ja sa lartë na ka kriju Allahu Teala. Na din se ne si jemi në gjendje, o xhamat, një çikolata ndalim hatri. O ti çato çikolata që i ham, këtë janë të aty në zullumçarve që i maltretojnë fëmijët, i masakrojnë. Çato firma që i veshim, çato këmisha, çato patika, çato chipsa, çato smoki, çikolata, Coca-Cola. Hala ne mund pajm lirish Coca-Cola. Stakfirullah. McDonald's hala mund ham kur e pam se kë e sponsorojnë ata. E ne flasim pejgamber, sahab, qajm, mos usht, të paktën mos shtiremi xhamat. Ta pranojmë se nivelin e kemi shumë të dobët, ndoshta çatëra rënë do nesim ta vëm bërzinën e parë, bërzinën e dytë, të ecim diçka. Thot vazhdimisht më dha çasi hedije pejgamberi a.s. sa që më bën njeriu më i dashur. E kur të bëhet pejgamberi njeri më i dashur, çka bëhet ky njeri? Musliman, ose s'pona. E arriti qëllimin. Ky sahabi si ishte muslimani më i mirë, ky qetri u bë musliman, se arriti. Islamit ju shtua edhe një person. Neve me logjikat tona, e në mas lufte nuk dhe lishim rahat, dhe shkojshim prap dhe ziheshim, dhe qiqim edhe një luft. E ne nuk ndalen fitnet. Pejgamberi së ne bon vazifen. Do thoshte, balbe se du të bëj musliman, nuk, dishit qimente dhe pejgamberit. Po si mund pejgamberi të bëj këtë gjest? Pejgamberi Allahut, thujnë ulemat, e ka dit qka ka dobësi ky Safuani, ki e do pasurin, ki e do hedijen, kështu ta quish njerin diçka, po, kush më pru parës, më pru hedije, ku o ta shof? Haj mu më qef, kalë zë ngregishtin, pru hedije, dhe kjo e bon njerin të ndijet mirë, do me thanë qenë kam diçka me vlerë të ka i që, im teket, shif, kur ka i në diqan blenë ndoshta për veti, hajde në hoxhës t'i blenë diçka. Ndoshta hiq për veti s'ka blet, haj për hoxhën blenë diçka. Kjo do të thotë se pas kam vlerë unë e te aji, edhe ju qere që këmbeni dhurata për një qetër. Njeri don këtë të ndjeje, ja ka lezu zemrën pejgamberi a.s. Qashtu e ka zbatu. Ama në njerë, pse ka mund të zbatoj aq lirshëm atë, e ka ditë se mbasi ka shokët që, ja Rasulullah, te veç hec para, neve na ki e mbas. Gjitë du është ban, ne taj do të besojmë. Ja Rabi na bëj nasipen neve që këtë iman. Ama kujt dja bëjmë këtë? Hoxalarve duhet me hoxha. Nuk e kje pejgamberin. E sreqa jote me mu të kje shpu. A mu duhet të më gjysh, se s'kom gjithme. Duhet të njysh imamin e lagjes të. Hoxhën që e kem familje. A duhet të njysh. Ja qëfar sprove kimi. Njëni ashtu në thanë Stambol, ishte njeri menqur.
Tha, hoxha, kitë në rregull, pejgamber e kuptoi, sahabi e kuptoi, kanë pa dënjerën e melajqet. Melajqja ka hi në formën e sahabiu. Ali si kanë pa këto mrekulli. Sot shumë rënd të bësh musliman i mirë, se duhet t'i besosh një hoxhe, që dënjerë e shofish, falë shpreje tu shku në toalet. Apo, dhejt pa i kam pisaj. E shofish nervos, e shofish t'u gabu dë njëherë, e duhet t'i besosh. Sot shumë zorë të t'i nështrohesh kësaj. Po e kalum këtë dhe bojmë musliman shumë të mirë. Erdi një dit, një arabi të pejgamberi a.s. Arabi beduin, njeri që s'ka marrë shumë pjesë me mezhlisin e pejgamberit. Kur dhe hasim terbijet e këtyne, mos habitemi. Normal. Larkë qytetrimeve kanë jetu. Gja e hu jetlubu min hu kartë kërkojt diçka nga pejgamberi a.s. Tha atahu, ja dha pejgamberi. Po i ka dhanë qatë sa ka pas mundësi. Ma pa pejgamberi e pyet, e hsentu i lejkë? Atë knaqa? Atë e the mjaftushme? A i tha, la, jo, wala e gjmelte, e as nuk e bone hiq mirë. Që këtë fjallën gjymë. Nuk e ke bo hiq mirë këtë hoxha. Po gjitha të të mira tjera? Nuk, që këtë se bone hiq mirë. Ose këshu dhe kuptim, nuk e ke bo hiq bukur, ose, disa ulema kanë thanë, kjo përdoret edhe si form malkimi. Mos të gjetë e mira as njëherë. Bedua, dua unë alej. Mos të gjetë e mira as njëherë. Gjahil, ignorant, beduin. E në gjënë sahabët, fe gadi bel muslimun ve kamu i lehi, me njerë uqunë. A tja ka dhëmë qifin këti. Si shprejet kjo me pejgamberin ton, këshu, para syve ton. Pejgamberi a.s. veç me një isharet, vabonin daluni. Pas të ju qua dhe hyni në dhomën e vete. E dërgoj një gjallë të ri, tja sos e do punë, më thanë, shko meri qato. Ka ditë pejgamberi a.s. ku e ka qunë, dhe doli, kur plot hedije qera. Kush e ditë ku t'ja ka marë? Do shtë atë grave të vete. Do shtë edhe një shokut ma të ngusht. Thuj Ebu Bekrit mi hape qato pare gjika, ma pa dëmir në avesh me Ebu Bekrin. Për një njeri që jasë i shprehet në vend publik, para njeri u të kryesor, subhanallah. Del pejgamberi aslam tash jashton hedijet ati, e tash e pyet prap pyetjen e njët, e hsentu i lek, thona je i knaqur, atë bona mirë tash. A i thot, naam po. Mirë po, gabova, edhe këtë e merë me veti, do me thane, e qonë një gjallë tri, shko gjej që ato pare në thojza, po edhe bjema këtë në dhomën time. Thënë, ki muabet tash i dyti me këtë, dë ndodhe me një vend privat. Sahabët mo nuk janë prezent aty. Dhe kur ja e këto hedijet e tepruara, a i tash gëzohet shumë dhe i thot, fe gjezak Allahu min ehlin wa ashiretin khajran. Allahu shpëruleft e në tyre e në kitë familjen me të mira. Pejgamberi a.s. i thot, ti parës, i tha e do fjalë që i tha e, dhe në shpirtnat e sahabëve të mi, mbeti diçka. Tash ty të kanë regjistru si një njeri terbjesës që s'disht flasish me pejgamber. Shumicat e sahabëve janë ulema dhe janë myqtehit dhe të nxjerrin ndonjë gjykim për asaj që rezulton kjo në kufër. Ta shajsh pejgamberin është kufër, ta ofendosh, ta mallkosh pejgamberin është kufër. Tash u ka mbet aty në zemër diçka për ty. A ta bëjmë kështu thot pejgamberi alayhis salam. Nëse dush, unë të thirri edhe një herë ty, dalim tash para xhamatit, që këto që mi tha e këtu në privat, ti thush edhe para shokëve të mi se helbet e nesër më të gjede një bela. A e ka merituat bela? E ka meritu. E shanë pejgamberin. Kjo do të thot nuk e pranoj edhe autoritetin e shtetit. Kjo ku du shkon, dinja që ashtu është. Sot në Turqi provo shaje kryetarin e shtetit, dritë vejnë policia me kryetarin e komunës. Stambolit rejsh bashkë pa e shqaj a Gjemburg. Tamam. Edhe ashtu duhet jetë. A i nalt duhet të mbaje disiplinën. A i tha në regull, dhe i thomë këto. Kur u bo, do me thanë të nesërmen, namaz sabaut, ose në namaz të jatsis, tash e thirë këtë edhe njerë, hajde në gjami të visht, ta bëjmë edhe njerë këtë muabet. Pejgamberi a.s. duke pas parasysh se kjo beduin, nuk din edhe që shprehet mirë, mund kështë të ndreqe të prejshë alama keq, vete fillon pejgamberi a.s. bisedat. Thot, kjo arabiu, i tha do fjalë që i tha, po ne jashtuam dëshirën ati, nësan ja pranuam lutjet ati, kërkesën, dhe i dham do hedije qera, deri sa u bo, razi, do me than, u knaq. A është këshu? Edhe këshu e pyetet. A është këshu? A i thot, po,
Ma pa çka më thaje? Thash se Allahu të shpërbleft ty me gjithë familjen. Dhe aty qetësohet situata. Sahabët ndoshta që kanë ardhur më preftëm kitë kësha u hazër, helbeten e një lafta që se ekipi gjotin. Shkoj xhamat, një rast ka s'dia është mirë ta kallëzoj këtu në internet. Talha radiallahu ta'ala anhu, që ne përdorim edhe këtë emër, don ta njoftojnë ndoshta babin e vet me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ditët e para të islamit hala dobet musliman, për kësaj mund nxjerrim neve mësim. Ama a ki, i thot pejgamberit, edhe ofendon para Talhës, ama bab, ama gjysh, ama ku e digji, e qetë thikën, babën e vet e len vend, e në kësi rast e ka gjema. Po gjo a duhet kështu të veprojmë neve? Jo, se nuk ka shtet të islamit. Tamam. Lenja, me lajqet të mallkojnë atë, botën qetër dja kalzojnë qefin me lajqet ati. Ti nuk ketë të drejtë prekish këtu. Ama ka në kësi raste. Tamam. Gjë kalzojshim. Tash u qetësuan edhe sahabët. Ma pa pejgamberi alayhis salatu wassalam e shfrytëzon këtë rast me një ders. Thot shembulli im me shembullin e këtij është si një burr që ka një deve dhe e ka lidh mirë. Mirë, po e ka lidh shumë fort. Pse e ka lidh fort, i putet nyja, litari dhe ik devja. Njerëzit fillojnë ta vrapojnë atë, mirë po, sa më tepër që angazhohen njerëzit tjerë ta zanë atë deve, devja vetëm më tepër largohet. Pastaj pronari i deves kur e shef këtë skenë, u bërtet aty në qerve, u thot: "Lishonja, lenëm një mu të merrem me këtë deve, se unë ja di ati hujet." Pastaj sillet but me atë deve, merr në dorë diçka nga kullosa dhe e thirr këndej deven. Devja kur e shef se pronari vetësh, kadal fillon të vijete ai. Pastaj hip mbi atë deve personi dhe thot që kështu është edhe shembullim me këtë person. Tu kisha lanë juve vetë të ngarenni që këtë deve, në fund do të kish përfunduar i vdekur se do të avristit. Do të thënë do të kishit vrarë. Ulemat thujnë po, se ashtu ishte, pe aty në fjalëve që kjo dul. Ta shajsh pejgamberin do thot qufër, atër qufrit kur ekziston një shtet të islamit do thot kundër autoritetit shtetit, do miret në gjykat, ma në fund do those, a dush të bëjsh teube, a do thoshte nauk, se ala nuk jo mrazi, 3 herë i thuhet kjo, herën e 4 nuk pajtet. Që këto janë do ligjet tona që ne nuk i kemi ide, hiç si ndodhin. Hiç, kërkun nuk jemi, ndoshta edhe ne hoxhallarët. E tash molla Ali El Qari me njerë në basti rasti, shife, ndoshta jetën ja shpëtoj, në gjemat? Ndoshta jetën ja shpëtoj. Me njerë në basti rasti e përmend një rast shumë të bukur. Bëhet fjalë për një sahabi me emrin Khawat ibn Gjubeir. Këtë jetë një rast shumë interesant, gjemat. Besoj se e keni gjuhë dhe në derse qera, apo në livra qera, e keni has, ama ndalin mësime shumë mdhaja. Metoda e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Si ta toleron atë nefs e di se je musliman, ama mund gabësh, që e bëjmë si kur shohëm. Që kjo me rëndësi, rahmet, mëshirë. Këtë pse e bën? Për ati shefkatit. Friget se, si cilën pak me i sert, me i vrasht, dhe hupish shumë. Tama. Ajo frika nga dashnia e madhe, shefkat. Rahmetën e rafet, butësin nga mëshira. Tregohet se, Khawat ibn Gjubeir, një pi sahabive i ri i pashëm këshu. Janë në udhtim, në atë udhtim merr pjesë edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ma para udhtimet për xhihati kanë bërë edhe, kanë marrë edhe grame veti dënjerë, tamam. A për shërime, a për barna, a për sen. Cosin dhe një punë në për qadra. E tash, kanë ardhur edhe shumë vajza të reja në gra në atë vend, ku janë ndërtu qadrat. Thot, dola unë nga qadra ime dhe pash do vajza të reja aty, të bo muhabet. 2025, fiks për sot që kjo. Dhe më pëlqyen do vajza për ati. E si jo mashkli, me ndonë se kitë vajzat e pëlqinat. Shajfe për vitin njerën pafshire. Ashtu jemi neve. Për qatë diskutohet kjo punë në për qitapet e fikut. A duhet një femër t'ja ktheje selamin mashkullit, apo t'ja pe selam? Selamun aleikum, aleikum selami me ta thana jo vajzat, si duket taj. Kose, kodit ka propozuet, ka pëlqyet, do në martohet. Ashtu ta zmadhon shejtani. O, vesh një aleikum selam t'ka thonë. Kur gjo qeter? Për qatë ulemat kanë thënë, ma miro, hiq. Se pejgamberi thot, përhap një selamin, sa o selam. Me dhënë selam,
Synet me e kthye vajib, do të thon farz. A vlen kjo për gjinit e kundërta? Do ulema thunë jo, se mund të hapet rruga për fitne më të këqija, mund të keq kuptime të ndodhin. Ma batan natën imagjinoj, pa e si më tha, aleikum selam. Pse bash mu? Thënë i vendi ku ishin dalë me çadra e ka emrin Marru Dhahran. Thot hyna në çadrën teme, u vesha me teshat më të bukura, u parfumosa dhe dola pak rrim tu kaloj nga aty, sapi. Tun det aty, doli nga çadra e vete pejgamberi alayhis salatu vesselam. I ka përvesh krahët do marrë abdes. Tak, mzu shif, pejgamberi. Thot unë u hutova, mzu panika. Pejgamber ky, nuk o gjyshi jot. Pejgamber. Thot ja ba Abdillah. Thon e thirr kët Hawatin. Çka kërkojsh këtu? Thot ja Resulallah. Një devem iku. E kërkoj litarin ta lidhi. Mirë, thot pejgamberis. Që? Rahmeti më. E din se mbas disa dite, ndoshta mbas disa muaje do e shpëtoj unë këtë. Tash u koncentru aty pejgamberi alayhis salatu. Këtë duhet ta shpëtoj nga kjo smundje. Smundjo kjo. Ti vardisesh vajzeve o smundje, Allah i na rujt. Allah i na shpëtoft kitëve, se di. E pse e kemi këtë smundje, ulemat kanë thënë, burrat veç, gratë veç. Ne veç në gjenaze e bëjmë. Ote në gjenaze nuk i vajnë kërkujt në indjen. Ndars ma duhet veç ta bëjmë. Ata ina ma në qivë kësho. Pejgamberi alayhis salatu vesselam shkon thot mor abdes, bile kur u kthye, e pash se nga mjekra e tij e dashur e bukur që kishte mjekër, do me thënë ja pranu abdesi me këtë mjekër, i ran do pika që këtu në gjoks, do me thënë ne tregon situatën, se edhin kur ndodh diçka shumë e madhe, çdo detaj e mbajsh mend, s'u ne harrojshat. Trauma i kanë jetë gjunafit. U kthye, pa hala jo aty, themi një 10 minuta kanë kapërci, apo një sa të marret një abdes në tualet. Thot, çka u bo me atë? Deven. Ja Resulullah që, mirë. Mapa, i mblodhëm çadrat mbas një kohë të shkurt, kthehemi tash për Medinë në udhtim. Sa herë që din tu hec me kuaj, kadal ose me deve, kthehemi bishim kontakt sy në sy, që u bo me atë deven, apo. Çfarë terbie, subhanallah. Thot, aq shpesh ma parashtroj këtë pyetje, sa që shifeku të qonë, atë nefsi, estakfirullah, se është sahabi, ato janë shumë musliman më të ndershëm se neve, ama do kush ka nefs. Thot, që mos bie edhe njerë në kontakt më parashtroj këtë pyetje, une ja futa pak më shpejt me kal, edhe në mbraj para atin me dine, edhe që mos bim edhe njerë në kontakt. Kalun dit e jafe, se unë së ndilësha në gjami për mbarres, e pejgamberi aty. Thot, shkova me një vakët kur, nuk ishte vakët namazi, ti ta fali namazin. Pejgamberi aty shtëpin. Trak qilet dera. Unë tu fal namaz e kuptova se është pejgamberi alayhis salatu vesselam. Dhe e bona zemrën ngur thash këtë herë, dia tregoj të vërtetën. Sa dhash selam, pejgamberi alayhis salam tha, ku dush hik, unë e prap ty do ta parashtroj këtë pyetje. Gjibone me devën. Ja Resulallah, që ta them të vërtetën, që kështu, u mashtrova, na kapi e ndjenja. Pejgamberi alayhis salatu vesselam me buzëqeshje tha, Allah të mëshiroft, Allah të mëshiroft, Allah të mëshiroft. Çat rahmet ta thash. Kur vjen rahmeti i Allahut, në atë moment thash, thot bana teube, edhe njerë nuk ju ktheva këtyne gabimeve. Tash ne si hoxhallar, ku e dish, edhe në kompleks aty e kam zyrën e babës tem, do njerë mund dal, do njerë do një vend tjetër mund kaluj, do një hall teze kam shku ta vizitoj, bile ka do lokale të rrezikshme aty, bashkë te halla jemet. Mund ta shoh veturën tande, tak. Hajdeshte. Gjubo vetura, do thonë. Tamam, këtu e mësime për neve. Jo me njerë në atë moment të reagojmë që ja thejmë zemë. Dhe rastet të tilla ka edhe pe ulemave që janë transmetu, edhe pe evlijave, di të regojmë një dy, që nuk o mirë, do me thënë me ja thy zemrën njerit, apo edhe me poshtru me nënçmu, që kjo neve në kap. Tash për ta se neve shqyra Allahut mund të rrim larg do gjunafeve, nuk do të thotë se secili e ka atë mundësi. Dhe kush e ka vendin e punës aty, ma shpesh on kontakt, e shejtani e mashtroj, e shofish se vërtetet ki shpesh ka kjo muhall, e majmuni, jo xhemat, se shifni çka ka ndodhur. Ibnul Jauzi, ky është një tjetër, Ibn Qayyim el Jauzije,
Ky është Ebul Fereq Ibnul Gjeuzi. Thënë ki ka një ibn para, e nuk ka je në fund. Gjeuzi është, nuk o Gjeuzije. Ibnul Gjeuzi, ki ka jetau ma herë se Ibn Qayyimi i famshëm. Kjo ma i famshëm se ai, ama vaktin e TikTokave nuk o ma i famshëm, vend keq. Tregon në librin e vet, Bahru Dumur, çka ka ndodhur me një njeri shumë të devotshëm, evlija i kanë thënë atij në Bagdad. Ka ndodhur rasti vërtet. Ta bëjnë halis një film të shkurt, bazuar në based on true stories. Nisen në haç me talebet e vet, talebe, murida i thujnë, atëri muriti kanë thënë, që i ka eduku shpirtnisht. Nisen për në haç, dhe ndalen që është ukit me që këto çadrat problem, ndalen me çadër të pushojnë disa ditë, dhe janë parku fix për para një kishe. Masa glon këta, s'ka lëvizje, kishe, në aty vesh bura shkojnë vind. Nesërmit, hoxha zgjohet namaz natet fale, kryesori, qerët nuk i zgjon, thot ju pushojni, shkojt marr abdest te çeshma e kishës. Afrohet aty, kalon një vajzë e re. Ki tak shikimin, çajo ishte, ato flutrat. Dashurohet o xhema, dashurohet te një vajzë që hyn në kishë. Vajza shumë e bukur qenka. E tash kur themi evlija, ne pse jemi mësu veç me Mulla Mahmuda, me Mahmud Efendin tem, mund njeri tjetë evlija në gjalliri, e një evlijaja mund gaboje. Do shta ka qenë i ri, 20-30 vjeçar. Dashurohet o xhema. Dashurohet. Një në sabah, fal një shprehje në djeka të vajzë. Ku shkon, çka shkon? Këto qerët flen gjinat. Aje vraponat. Kur tak del prifti për para. E pyet, interesohen për që këtë vajzë, po thot vajza jem. Mbarja madhe. Shatë kini kujdes ato, mund të bësh follow në Instagram, thot se unë jam babi asaj, ma pa të ze. Thot që jam interesuar ande këndej, prifti e shef se njeri sinqerë, thot hajt ta pyes vajzën, thot prifti ki interesant. Vajza thot, mirë, i bukur që ka ketë në regull, vetëm një kusht e kam. Si të bëhet kafeja jonë, atër po. Për një natë ndodhin këto muhabete o xhema. E kitash rof prilika shtej, nesër pala dhe mund të shof, derin sabah, e pranon. Sot në regull, dhe ndroj fen, vetëm të martohem me ty. Çfarë dashnije kjo e stakfirullah. E tamam, haj si pas juve, si pas neve ka si mehër hesapi, një kontrat do bëjmë. A ki e pare me veti, për thot, jo se jemi ustar për në haq, ato dëm duen, sen? Për në haq ustar. Thot, po qka të bëjmë? Po thot, edhe si pas sheriatit tonë është e lejuar, të punësh si punëtor, se ajo është diçka që duhet paguhet me pare. Thot, mund t'jem punëtor juve, që dhe ndali haxhi nuk dhe bëj, mund të mirëni si punëtor. Thot, po e kam një shtallë derrash që aty të punësh si dush. Që si të zë shejtani. Ki thot në regull, dashuru, s'ka që duhe. Po e njëta gjambe gjemat, pejgamberi ka thanë mos e shiko, të e shikojsh. Hoxha thot mos i shkruj, ne i shkrujmë, apo, që ato të njëta gjambe, vesh këti e ka kap nivel shumë të naltë. Ne qerët i bëjmë që ato gabimet e njëta. S'gjojnë këto qerët, kur e shojnë, evlijaja, hoxha jonë me kërst në qaf, me dera, gjiu bobe për një natë. U thot çekshu. Haj ju vazhdojni, u dhe mbaru, qoftë unë dhe ndëri këtu. Ato fillojnë qajnë, mësimi madh, ne pi ati merë mësim. Ato hecin që ashtu tu qajtë e vazhdojnë, u dhe për në haqja ma në qabe a gje, bëjnë lutje shumë sinqerta, në qitap kalon kjo xhamat. E mes kalu dhe thujmë hajde prallat pleshve janë. Ibnul Gjeuzi nuk kalzon pralla. Luten sinqerisht ato në qabe atje dhe Allahu Teala va pranon lutjen. Rrugën për në këthim e bëjnë ka rruga e një që mos valde e shofim çfarë gjendje e lam. Kur ky qetri tu me ndushu gjibon e une abo pishman, me qenë kalujnë këto prap të më shofin e të marim për t'i që, kur e shef vërtet atë grupin e vetë. Thot ndaluni, shpëtomni piktu, bona teube, prap e pranu islamin, që dhe e la dhe këtë grua, dhe vi me juve edhe njëherë. Am pranoni, të pranojmë si jo hoxho, kitë qif e përqafojnë, qajnë, emocionojnë, njëni pi xhamatit e pyet, merë boru, si mund tajtë të ndodhe kjo? A ki edhe një gjynat që e ke bo, pse bash tajtë ndodhe kjo? Thot, po e di, thot, ma merë mendja,
se cali pi neve kur na zedën i bela, na shkon dërmend, më duket pi që këti gjinafi e komune. Nuk o fiksa jo, nuk e dim, ne Allah e din ma mirë. Ama e kemi një farloj dhanë një galip që i thujnë, apo, një analizë tonën. Thot, një vakët në gjova se një gjallirish dashuruk të një vajs, edhe që ashtu i shkon të mbas, unë e përqesha shumë, e përshmova, i thash, rizili, mbare t'i vaje, e në që më duket për që këtë Allahu Teala më ndëshkoj mua, janë çfarë situate rrash. Aman ju, bëjni që të bëjni, gjynaf e qera bëjni, vesh njerin për një gjynaf, mos e nënçmoni, që i mësim let vledhe për neve sot. Rastet plot ka xhamat, e në une që kam gju, po edhe neve mund të nëndodhe. E në gjysht njerin se ka bodë një gabim, më rizili, këtë, po kush e shtyu atë në atë gabim? Shejtani, po ai shejtani dhe ty mund të culmoje, nëse nuk të mbronë Allahu Teala, çka? Hikmeti Allahut atë ka leju ta mashtroje shejtanin, nesër mund të edhe mua edhe ty. Prandaj kësi në nëshmime për gojë sen kjo, me pat rahmet për njerëzit, me pat mëshirë, shefkat me pas për njerëzit, zemrën ta mbajmë butë që mos bie njerëzit në për mëkate. Sidomos shoshnia jonë të mexhlisit mund të gjejmë fjalë të këqija me njerë, jo, nuk o e vërtet. Shoqjem nuk e bonet. Nuk e majmuni, kom daj unë me njerë, unë ma privat që rrim, në gjojmë tash. Aje ka buke. Me njerë vam sheli gjojën. Nuk bon gjemat, nuk bon. E në me qenë be e sakt. E në me qenë e vërtet. Pa i rasti vërtet që në nuk o be i vërtet për mua. E kom pa me sy, jo, më shile gjojën. Më shile gjojën. Nuk dhe flasim, ta mu. Djarujmë njerëzve hakin se, po në gjetë e njëta edhe neve, gjithë dhe bojt hadim. Mirë gjemat, me këtë mund të ambarojmë dersin, se qashtu jemi edhe ka fundi i temës, dhe vazhdojmë dersin tjetër, prap me që këtë butësi, dhe sa bukur, sa njeri besnik ka qenë pejgamberi, alayhi salatu wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.